Partia Socialiste ushtron pushtetin sipas kushtetutës për aq kohë sa populli ja ka dhënë dhe për aq kohë sa ka votat në kuvend për të bërë ato për të cilat është zotuar përpara popullit. Ata thonë se flasin në emër të popullit. Madje pretendojnë se janë vetë populli. Ne jemi populli, dëgjoni popullin, ka dalë populli, por që t'jemi të qartë me ligj dhe me zakon, as ata nuk janë populli, as ne këtu nuk jemi populli, dhe as një individ, kushdo qoftë, apo grup, kudo qoftë, nuk është populli. Të gjithë jemi vetëm pjesë të tij, mund të përfaqësojmë popullin ose të flasim në emër të popullit vetëm nëse ai na e jep këtë mandat sipas kushtetutës. Përndryshe, ne flasim vetëm në emrin ton apo të kujdo që na ka mandatuar të përfaqësojmë ndonjë gjë.